Edhe ka interes opinioni publik ta shema për së afërmi. Cili në probleme atër? Shoje Albinin, ja, kjo është i shikut. Shoje PDK-n, tani me në thonën bëthël si Albinit. Shoje ato, shoje këto, do në thëtë, na nuk peshom kërkën. Na, si gazetar, na pitrajtojmë temat, ndërsa personat janë ata të cilët po flasin. Unë e këmë po dhe komentet sa drejt. A ban vetëm që të me ndërhi pak të gazetarët, se këtë është në regullë, plus i shpajtojnë me ti. Po flasë për gazetari normale, se kjo edhe në gazetari Po çfarë komente ke po? Unë e po flasë për etikën gazetareske, për caktan ne kode, se na me Sadrin jena dhe në bord, jem antar të Këshillit Media, do të thotë që i trajtojmë shumë tema. Edhe i ka njerë titullit jam pompos, për shembull. Te titullit është keq se njerëzit nuk lexojnë. Ja, po dishta se ndërprejtja e pat një sen shumë më rëndësi. Sadria ki pos shumë komente, do të thotë. Pikërisht ata që të livdonin dikur, u çunë dhe të shanin. Pikërisht do të thotë ishin të njëjtit persona, sepse nuk mund t'i shkosh tim për shtati çdo njerit. Ashtu. Nëse unë flas një temë caktuar me shenjë, do shta nuk shkon për shtati ty, por nuk është problemi ta që unë duhet ta bëj temën që shkoj për shtati ty. Mendimet duhet jenë të lira, duhet liria e shpresë duhet të lirë, por deri në një masë, e cila është e caktuar, edhe nuk mund të jemi ata të cilët do të bëjmë tema të cilat do të shkaktojnë konflikte apo do të shkaktojnë paqartësi kur shpifim, kur gënjejmë, kur improvizojmë, ato janë të rrezikshme. E manet, deshta më të apu një pyetje pak, se me ty falem ma pak, një pyetje pak ma tronë se thujnë kjo shpesher, për shambull, veç Hoxhëllorët i atakujnë. Kena pos dhe me honë raste kur Hoxhëllorët edhe në emisionin tem janë ataku, dhe me honë që ka pos deklarata pytyme që janë banë më martu edhe si lehut me vojzën e Hoxhës e kështu. Po për shambull dhe kemë raste për shambull edhe në Bibël, për shambull ku thot Jakubi është i martuar me Rachelin edhe Lejan, të cilin ishin vojzat e Hoxhës të Labonit. Pse dhe më thonë atakujnë veç Hoxhëllorët? Kur thujnë priftat nuk atakujnë, për shambull. Dhe këto janë pjesë të dhjatës vjetër, pse nuk jam i prirur në për këtë tema, do të folë prift. Kjo çështje e dhjatës vjetër s'ka lidhje me krishterizmin. Dhjata vjetër s'ka lidhje me krishterizmin, është traditë e jaudive. Po pa i kjellë rasën e Tamorës me Amnunin, besoj e di që është traditë hebreje, kjo shumë e qartë, nëse hene studion aty pak, e shet që janë tradita hebreje që pastaj e lojnë. Me ardhjen e krishterizmit, do thotë absolut tu kanë qenë të papranueshme. S'ka lidhje me krishterizmin këto martesat e dhjatës vjetër të cilat. A jam kundër çka? Kundër martesës me vojzën e Hoxhës. Po pritet. Nëse këto na i kena bedo tradita, na i kena do far kultura të mbjellura në palë, do thotë, nuk mendoj se do koment kjo punë, nuk besoj që shqiptar ka i cili e merr vajzën e Hoxhës për grua, po janë temat e cilat ndoshta nuk ja vlen mi diskutu absolut, sepse traditat tona janë të tilla që ne vajzën e Hoxhës e ki si motor ose pavarësisht rrethit ngusht, bile në traditën shqiptare, do të thotë, na nuk martohem as në fis, e jo vajzën e Hoxhës. Fisi, do të thotë, është mund bokona i Gjakovës, unë e Stullës. Mjauk edhe Godeni janë fis Krasnic, edhe kurse janë martuar më drejtë. Po s'ki, s'marton. Avgon komun vitis. Të na. Vetëm që do t'i fshatri. Edhe me dhejtë se këta personat e cilët bojnë kësi farë tema, ekzibicione, se jetë do të... Unë nuk di çka kontribon, pse, cili është mendësia ti, i cili del edhe thotë, çka po kontribon me ato? Kërgjith. Kuj një pi tregon ti? Çka po dën me bo me atë punë, do në thotë? Ti do në thotë zotëri, po jep shembull të keq në shoqërinë tonë, nëse i thu dikuj se du të më martu me vajzën e Hoxhës, apo ai tjetër thike vajzën e Hoxhës e ke larg, vajzën e Tezës, djalin e Tezës, pavarësisht këto nuk kanë vend në shoqërinë shqiptare as në mesin. Tani Manueli Ibrahim i tha do gjona, por Sadre, këto është problemi kyç i dersëve të njerëzve që unë i konsideroj ata që ata janë njerëz të meshur, nuk janë njerëz budall. Por të thush në këtë tokë të bekune, ti thush që i vajza e Hoxhës është, djali i Hoxhës
ose